influencon tregun apo jo, po të gjithë bjem dakord që Dafina Zeqiri është një hitmaker, është e para që sjell risi në tregun e muzikës, ajo është e pashtershme në prodhimtari, e sigurisht për mua ajo është nana, siç i thuhet, dhe të tjerët janë nxënësit e saj. Do thot, mendon që Elvana është nxënëse e Dafinës, sepse edhe Elvanën e kemi kohë gjatë në këtë që e bën moti këtë punë. Patjetër dhe Elvana është një nga artistet më me vlerë që ka tregu jon. Sigurisht këto elementet e traditës nuk është se i ka sjell as e para Dafina, po as Elvana, por sidoqoftë i kanë sjell artist vite më përpara, por duke qenë që Dafina tani e kemi në letimi duke pritur që të lind, ndoshta ka më shumë kohë dhe inspirohet për të treguar që është ajo që i sjell këto trende në muzikën moderne. Kush o mama? Nuk e di, nuk po dit, është varet prej shijeve, ka kohë kur m'pëlqen Dafina, ka kohë kur m'pëlqen Elvana, e kanë ato të vetën. Mirë po e kom lexuar edhe diku në vitin 2022 kish pasur një telashe të tjetër mes syne dyjave ku Dafina pas disa performancave të Elvanit pretendohet që e ka quajt pandemi tallava për pandemi tallava të kongëve të Elvanës që i ka marrë kongë të tjerëve duke i kënduar në Sun Hill Festival. Dhe pasaj Elvana e kishte kthyer me një histori tjetër që mos u bëj xheloze. Dhe kështu po shihet që këto kanë rivalitet. Ka ndonjë het përbashkë, ndonjë këngë përbashkë që kujtohet të përbashkët. Por zë që unë kisha pas shumë qef me i panë një duet këto dyja. Edhe unë kisha pas qef. Dy këngëtarët, pop këngëtarët më të mira i kemi tash. A dikujt mund t'i pëlqej njëra, dikujt tjetra, ato dyja janë super yje. Edhe është interesant se tha që Dafina po ka kohë, nuk po mendoj që po ka kohë, se Dafina beshojmë non-stop në për ndeja të ndryshme, po mban ato koncertet e saj, nuk më ndalet kur, edhe ndoshta të këshyrim qysh ka me marrë atë pushimin vjetor, qysh ishë kënë Dafinës, pushimi Leonis. Në korrekt e ka lindjen, shojmë qysh po shkon edhe sa po i zgjatë pushimi Leonis se krejt jemi bo gëgja shumë kureshtar. Amir, diçka tjetër është që Gjesti, po i fitoj 100.000 euro, apo jo sa ishte çmimi i madh, por gjithë e dim, bas asaj që shohem, që nuk kam vetëm tek 100 vishja. Ka qenë në një koncert të fundit që e ka pas, ka ndodhur diçka shumë me pazakon, tash fansat po bëjnë gjithçka që më i ra në sy Gjestit, ndoshta edhe për dashnisë madhe që e kanë për të. Në një moment e pash një video në TikTok që po qarkullon virale, është duke jap një kartel të bankës, njëri pi fansave Gjestit, dhe Gjesti nuk e pranon e kthen javën jojo, nuk bën, merreni, edhe me siguri ja kish apo edhe me penë apo me krejt. Po në një koncert e ka përmend po ashtu edhe Eglën Lorek. Ndoshta ka po farë vajzët bukur, Gjesti aty mranda në gjatë turmes edhe ka thonë ku më hëngër dresi u martova. A kështu tha? Jo, ka thonë diçka të tillë nëse veç ta lexoj fikse që ka thonë o ku martova tash Egli ku më di çka ka më thonë, ç'a më thot. Nuk e di për çka ndoshta ka pasur ka qenë në koncert apo se tash po ka koncerte të rradha zell nuk më mundet kurrë me ardh në shtëpinë vet, mirë po ndoshta edhe ka pa ndonjë vajzë të bukur edhe ka thonë o po s'ka qenë dis për Gjenetën, me qenë se Gjeneta tha para disa ditëve që